Mirëmbrëma Tetova e Bilal Kasamit. Mirëmbrëma Tetova që vlen. Të nderuar tetovar, po dalë sot para jush, ballhapur e krenar, jo me vetën time e as për vetën time. Po dalë ballhapur e krenar, për shoqet e shokët e mi, që nuk u dorëzuan asnjëherë. Për krejt rinin shqiptare, që për gati 10 vite luftuan e u përpoqën për ta pru pranverën shqiptare, për ta pru ndryshimin e për ta hapur një epokë të re të politikës shqiptare në Maqedoni. Dhe po, sot me krenari e me mburje, them se ju jeni ata që guxuat atëherë kur mungon të shpresa dhe veprat dhe fjalët s'kishin vlerë. Prandaj, po më ju në krye do të hapet kapitulli i dytë i Tetovës. Të nderuar të pranishëm, sot kur jemi vetëm 2 ditë para zgjedhjeve dhe ku po mbaj fjalën e fundit në këtë fushat, më lejoni që para së gjithash të kërkojmë mbështetje për krejt të rinj, që pavarësisht gjithçkaje, ja dolen të mos dorëzohen e të mos ikin në mërgim. Po ashtu, sot kërkoj votë dhe mbështetje edhe për ata që u larguan. Beteja jonë për të mirën e qytetit nuk është vetëm për ne që jemi këtu, por është edhe për ata që nuk janë sot me ne, por që ndoshta e duan vendlindjen më shumë se ne. E dashur rini tetovare, sot jemi këtu për të thënë me një zë se Tetova nuk e do errësirën, Tetova nuk e do stagnimin, Tetova e do zhvillimin, Tetova e do Bilal Kasamin. Jemi këtu për të thënë me një zë se nuk do ta lëm Tetovën pa Bilalin, as nuk do ta lëm Bilalin pa Tetovën, sepse Bilali me Tetovën shkruan histori suksesi, e Tetova me Bilalin nuk ndalet. As kush më shumë se ai nuk e do Tetovën, e as kush përveç ti nuk mund të udhëheq Tetovën. Të nderuara nëna e baballar, a më tregoni se si do ta bini fëmijën tuaj nesër se bota është e drejtë e punëtori shpërblehet nëse të dielën nuk e votojmë numrin 7. Po të dashura nëna, baballar, gjyshër e gjyshe, bota është e drejtë e tetovarët e duan punëtorin. Prandaj të dielën votojmë për Bilal Kasamin duke rrethuar numrin 7. Të dashur mësimdhënës, a më tregoni si do të shkoni ditën e hënë në shkollë të bani mësim nxënësve e studentëve, nëse të dielën nuk u jepni mësimin më të duhur se puna vlerësohet e i drejti ndihmohet. Po të dashur nxënë, të dashur mësues e profesor, ju jeni të ndershëm e të ndritur. Prandaj ditën e diel do ta jepni mësimin më të mirë të jetës duke ndihmuar Tetovës të vazhdoj përpara duke votuar numrin 7. Të dashur punëtor, zejtar e mjek, ju që e dini më së miri se sa virtit i lartë është të punosh me ndershmëri, e di se të dielën do të votoni për njeriun e ndershëm e punëtor duke rrethuar numrin 7. E për fund, po e bëj edhe një ftesë shumë vëllazërore dhe miqësore. I nderuar votues i BDI-s, po ta lë në ndërgjegjen tënde, por edhe ti e di shumë mirë se votën tënde e meriton Bilal Kasami, sepse nuk ka opsion tjetër më të mirë, sepse vota për Bilal Kasamin është votë për Tetovën. Të dashur tetovar, e të nderuar bashkëpunëtar të kauzës sonë të përbashkët, në dispozicion kemi vetëm edhe një ditë. Ju ftoj të mobilizoheni në maksimum, të thërrisni gjithë secilin e të angazhohemi deri në fund. Dhe ditën e diel, kështu siç jemi të gjithë së bashku, me një zë, nga mëngjesi gjërë në mbrëmje, me zemër të pastër e me krenari, të votojmë numrin 7. Ju falënderit!